Sigurisht do e kam një pyetje të fundit, Patjetër. që do ta përmbyllim këtë pjesë të emisionit, pasi që edhe është pak koha më e ftohtë. Më ka rastisur që një grua mbi moshën 60 vjeçare të futet në botën e fesë islame më shumë, në kuptimin që ka qenë edhe më herët muslimane. Po është thelluar më shumë. Është thelluar më shumë. Dhe ka mësuar aty disa dovë dhe shtrohet pyetja sa është e rëndësishme kjo? A është diçka më shumë si lloj një kuptimi se ky është fundi për mua, për Zojen ose për Zotriun, se kam kohë, se s'kam më ka të shkoj. Do me thënë, është afruar fundi i saj dhe prehjen e ka gjetur vetëm tek feja ose vetëm tek Kurani ose vetëm tek kjo. Çfarë mund të na thoni për këtë? Si mund ta elaboroni këtë që fundin e shohim për shembull te dikush tjetër, duhet mbështetur te dikush tjetër, jo vetëm në atë kohë, po edhe tërë kohën deri kur të plakemi. Faleminderit. Faleminderit juve. Shiqo, njeriu në çdo kohë duhet të ketë mbështetje ndaj Zotit. Edhe të mbështetet krijuesit. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuk. E kush i mbështetet Zotit, Zoti ka më mjaftu atij. Si riu, si fëmiu, si plaku. Me sa e kam vërejtur, më fal që ju ndërpreja, në fillim nuk ka qenë shumë e përkushtuar ndaj fesë, por nga pleqëria, duke e parë se fundi po afrohet. Po. Shumë faleminderit. Kjo është shumë e vërtetë që e thoni. Subhanallah. Shiko, njeriu është krijesë që mundohet logjikën ta përdor shpesh herë. Ka njëherë disa gjona nuk i percepton edhe logjika. Edhe njeriu tash sipas logjikës e përdor logjikën matematikore dhe thotë, shiqo tash, unë kam bërë kaq gjë, vdekja po më afrohet, logjikisht është ashtu. Nëse është në logjik ç'nosh. Mirë po, fetarisht feja nuk njeh mosh. Besimi nuk njeh mosh. Domethënë, sigurisht se moshat e thyme përkushtohen më shumë te ibadeti, shkaku se edhe kanë ndoshta edhe më shumë kohë se janë penzion, po edhe e shohin se jeta atyre më veç është duke afruar takimit me Allahun, a kupton, me Zotin. Edhe ata përkushtohen do të thotë në ibadete, në namaze, që besa mundohen me shku edhe në haxhillëk, me shku me kry haxhin. Mirë po, duhet kemi kujdes në këtë pjesë. Pse të kemi kujdes? Se Ernest Hemingway e shkruan një vepër për kë bien këto këmbona. Këto këmbona tash nuk janë këmbona, po këta e zona për kë bin. Bin për njeriu. E thrasin njeriu ne janë shpëtim 5 herë në ditë. Më la përshtypje një prift në rrjetet sociale që u bë shumë një video virale që tha ju musliman tha me të vërtet tha e keni tha këtë drejtimin e besimin e juaj shumë të mirë. Tha ju 5 herë në ditë tha i faleni Zotit tha, jo vetëm një dille. Tha Zoti tha nuk kujtohet tha vetëm një herë në javë. Zoti kujtohet vazhdimisht se ai na ka krijuar, ai na ka fal. Edhe Zoti nuk kujtohet vetëm në pleqni. Zoti nuk kujtohet edhe në pleqni. Zoti kujtohet edhe në rini. Atë ditë ku nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes Allahut të arshit Allahut është edhe njeriu që ka lidh zemrën e tij me besim me xhami. Shpesh herë njerëz thonë, po me xhami, domethënë njeriu po do ka mendaj të vesh xhami. Jo, është stilistik letrare, metaforë letrare që nuk është pyetje domethënë që me shkuti mendaj të vesh xhami. Po ka herë xhamin do të më bëhet në zemër. E jo si një mik që thoshte, po unë kam zemrën e mirë. Po zemra e mirë, po dhe vepra e demonstron zemrën. Është sikur bateria e orës. Nëse është bateria e fortë, lëvizin TikTok-et e orës. Nëse nuk është bateria e fortë, ngelet ora në vend numra dhe nuk pasqyron me kohorën e kohës. Kështu që koha e njeriu
është nga fillimi deri në barim. Ne jemi në këtë botë jemi domethënë të përkohshëm. Bel tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Thot Zoti në Kur'an, ju pëlqen kjo botë, po ta dini se bota tjetër është më afat gjatë, jo më afat gjatë, pa është e përhershme. Dhe kjo është e përkohshme. Mirë po, nëse ne bëjmë punë të mira këtu, edhe sillemi mirë, na përfshin rahmeti i Zotit, mëshira e Tij. Edhe, si kanë thonë populli, kalojmë shumë bukur këtu, shumë loçk, edhe shkojna në botën tjetër po ashtu. Garancian plot në xhenetet e bekuara të Allahut. Dhe prandaj sa rrim të inatosur, të vrerosur, të sikletosur, bosjeshim. Sepse bosjeshja janë sadaka. Një shoku imi para shumë ditësh më tha, po pse i mand ti tha ligjërata tu qesh, tu bosjesh. A di i thash pse? Sepse ne muslimanëve kohëve të fundit është të na mungu bosjeshja. Kur pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, bosjeshja është sadaka. Ne jemi imazhe. Nëse në imazhet tona e vrancojmë fytyrën, do man koha vran. Edhe do merr bubullima murmurima. Do veton dhe murmuron. Nëse ne bosjeshim sikur dielli që është një ditë e re për besimtarin dhe për punëtorin. Prandaj bosjeshja është optimizëm, pasqyron celulat lumturisë në fytyrën e njeriu. Prandaj pejgamberi tha, është sadaka, që do të thotë është sikur më bë mirë dikujt. Ibn Sina ka bënë një eksperiment, se ndoshta pak u zgjatëm. Me një fëmijë ka shti në kafaz me një egërsin. Edhe një fëmijë tjetër e ka shti një kafaz me një kaprallë ose sërkallë. E i kalon për një kohë caktuar. Kur o dola i pi kafazit, i fëmija që është rritë me gërsirë, veç me këshyrë mu rok me njerëzë, mu rreje mu asia butone. Kurse këj ngrati, këj tjetëri vogël, i buti amel ashtu. Po, ne nuk bon që as t'jemi krejt e gërsina, që me këshyrë veç në fyt me mit njeri. Por as krejt ashtu, do me thonë që si fëmijët jesin gjithmonë, por të krijojmë një mesatari të shoqërisë tonë në përgjithësinë. Sepse nëse ne krijojmë një mesatari, atëherë ne do dim t'ju përshtatemi edhe shoqërisë, edhe ambientit, edhe vendit ku jetojmë, do dim t'u përshtatemi, edhe do të formojmë hapësira të ngrohta shoqërore vllazërore. Kështu na mëson edhe Kurani, kështu na mësoi edhe Muhamedi alayhis salam.